Miq të emisionit Folje, jemi rikthyer në Fier. Ne ndodhemi në tokat e fshatit Boçov, por janë toka që i përkasin 14 familjeve të fshatit Shtyllat. Këto familje i kanë përfituar në fillim vitet 90 me aktin e marrjes tokës në pronësi, siç ka ndodhur rëndom në gjithë Shqipërinë. Dhe këto toka ata i kanë me dokument, por qeveria i ka lënë pa aktin final, që është certifikata e pronësisë. I kanë të gjithë dokumentat dhe nuk kanë certifikatën. Por kjo përfajt shtetit në 35 vite që nuk i ka pajisur me certifikat. Ne kemi ardhur se kemi parë protestën e 14 familjeve që kanë dalë në tokën e tyre e cila është mbuluar vende me çakull. Po pse është mbuluar me çakull, do thoni ju? Sepse një kompani, që është kompania Salillari, në këtë tokë ka projektuar të vendos panele diellore. Shikoni vetë pamjet. Kjo është tokë buke, qartazi duket që është tokë buke, edhe në dokumenta figuron si e tillë, dokumentat që do t'i bëjnë prezent vetë banorët, ndërkohë kompania ka fituar drejtën nga shteti për të vendosur panele diellore. Por pyetja është, si ka mundësi kjo kompani ka ardhur në toka që janë pajisura me AMTP nga shteti shqiptar? Me çfarë dokumentacioni ka ardhur kjo kompani në këto toka? Na rezulton që kjo kompani ka certifikat pronësie. Po si mund të ketë edhe certifikat pronësie për të njëjtën tokë, edhe aktin e marrjes tokës në pronësi nga fermeri? Çudi e madhe. Çudi që vetëm në Shqipëri ndodhin. Pra, ne kemi ashiqare një mbivendosje të pastër të pronës. Por ne do pyesim banorët se çfarë dhe kur ata e mësuan. Ne i kemi mësuar këto ditë të fundit, sepse i pam protest, por duket se ka disa ditë më parë që vlonte kjo situatë dhe banorët janë qartësuar kur kanë parë mjetet e rënda të hynë tek tokat e bukës. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Se keni ardhur, ta përçoni atë shqetësimin që kemi. Si ta thuash fjalën do ta përçojmë. Si të quaj? Unë quhem Nikol Noj. Po Nikol? Punoj mësues. Kam ardhur në vitin 94 në Shtylla Sfierit. U transferove si erdhe, apo erdhe vetë? Kam ardhur vetë. Vetë. Kam ardhur vetë. Dhe pasi bëm pasaportizim, kërkum të trajtohim me tokë. Me tokë. Pas të një vendimit ministrisë Bujqësisë, të asaj kohe, ku ministri ishte Hasan Lili, ne u trajtuam me tokë. Pra e mori parasysh Këshilli Rrethit të asaj kohe dhe na pajisën me tokë. Ktu ishte mundësia për të pajisur me tokë. Në Shtyllas nuk ishte tokë lirë? Nuk ishte tokë lirë në Shtyllas, po me qenë se kjo ishte pjesë e ndërmarrjes bujqësore të Levanit. Po? Edhe ne komunën qendrën e kishim në Levan, ku pajisëm, këtu pra na dhanë mundësinë të merrnim tokë të pajisshëm. Dhe sa veta jeni në shtëpi? Unë në shtëpi, po, në atë kohë, ishim 18 veta. 18 veta. 18. Dhe jeni trajtuar me sa sipërfaqe për? Unë jam trajtuar me 32 dynim tokë. Edhe morëm tokën, mendimin e komunës u pajisim që atë moment. Në nëndor të 97-ës jam pajis me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Po, që është ai dokumenti që na tregove? Po. Unë tani disponoj të gjithë dokumentat e tokës time, e kam te bloku Formatan, 617. Po, atje ku filmuan ne që më theti filmo, po. Pra, te bloku 617 jam, është vllai im i pari, jam unë i dyti, është vllai tjetër i treti. Poshtë kemi edhe një tjetër, quhet Gjovalin Hasani, ku mbi rrugën që është barë, dhe lart, gjithë ajo tokë, ajo është ndarë, te 617. Janë të ndarë për banor, për frym? Janë ndarë për frym, për banor. Tani, ti thua kam dokumentacion. Po. Me sa pam ne, edhe kjo kompania që ka këtë rullin e madh këtu Salillari, ka një certifikat. Por si është e mundur në Shqipëri të ketë 2 individ me dokumenta pronësie për të njëjtën tokë? Çfarë po ndodh këtu? Tani këtu ka një diçka. Unë jam pajis, unë po marr momentin, se unë jam pajis me tokë që në 96-ën. Ma e kuptoj. Por në aktin e marrjes tokës në pronësi. Në 97-ën. Po. Në 97-ën. Sepse një herë nuk na e dhanë
letrat, E dokumentat. qartë, e kuptoj. Pastaj në 97 na kanë dhënë aktin e marrjes tokës në pronësi. Tani ne kemi marrë që në 97. E kuptoj. Dhe në 97 deri më sot i kam gjithë dokumentat Po, që do t'ua tregoj. po. Kam pagu taksat rregullisht në komunën Levën. Pra ti, për këtë tokë që po ta marrin, Unë për këtë tokë paguaj taksat, e kam mbjell vetë, Po? grur, e kam dhënë disa herë që unë e kam dhe qeramarsin këtu me vete, që aja e ka përdor, e kam mbjell tërshërë, a e ke dhënë me qera? e kam dhënë dhe me qera, Po, e kam mbjell vetë, e kam Po? mbjell grur, e kam dhënë me qeramarsi, e kam mbjell edhe jonç, e kam mbjell edhe tërshërë. pra është tokë e punueshme. Është Tokë buke. Tokë arë. Po mi mos si tokë are edhe po bëhen panele. Tani, Se unë e di që nuk bëhet në tokë are panele. Duhet jetë tokë jo prodhuese. në qershor të këtij viti, Po, një ditë, morëm vesh që këte po bëhen punime. Dalë dhe interesohen. Kur shiko, takoj një quajtur Beso, një inxhinier o supervizor ose po nuk i njohim, po pra një nga kompania. Edhe ne jemi thjesht ta për të barë, do bëjmë këtë rrugën, po bënin rrugët atje në fillim, po. do bëjmë këtë rrugën, tha ja ne jemi thjesht për të bërë rrugë. Nuk di gja për toka. Mirë, ika. Kam tentuar 5 herë për ta bërë me certifikat pronësie. I kam edhe dokumentat e tentimit që jo për të thënë kot i kam këtu Po, në çantë. po. Kam tentuar në 2010, kam tentuar në 2012, kam tentuar në 2014, Po. në 2020 kur doli ligji 2020, 20-20? kam tentuar ta bëj. I plotsoja gjitha kriteret për ta bërë, Po, edhe 1001 burokracia, përfunimisht nuk munda. po kryeministri tha du bëhen falas. Ne jemi këtu për të filluar të japim jetë një procesi që ngrihet mbi një zotim shumë të fortë dhe shumë të qartë, që mbi bazën e ligjit 7501 ne do të ndajmë titujt e pronësisë për të gjithë ata që sot prej kaq shumë vitesh vazhdojnë punojnë tokën e tyre me familjen e tyre dhe ende nuk janë bërë dot pronar tokës, edhe pse kaq shumë vite kanë kaluar dhe fëmijët janë bërë burra. Do të fillojmë me qarkun e Fierit, shpërndarjen e certifikateve të pronësisë. Dhe atë që po bëjmë me sukses për legalizimet, do ta bëjmë me po kaq sukses edhe për tokën bujqësore. Pra, certifikatat e pronësisë për tokën bujqësore falas. Qeveria e mandatit të tretë, Partia Socialiste dhe unë personalisht nuk do pranojmë më të marrim asnjë kosto publike për zvarritjen e mëtejshme të këtij procesi prioritar. Del edhe tepron mirëkuptimi që keni pasur deri më sot, edhe justifikimi me të gjitha argumentat përkatës, është e patolerueshme sepse ndërkohë janë bërë të gjitha ato që mund të bëheshin në aspektin legislativ dhe organizativ, që ky proces të hyjë në një shpejtësi krejt të re dhe që regjistrimi i tokës bujqësore të përfundojë brenda mandatit të tretë. Tani kryeministrit ne kemi gjuhë fjalë. Qoftë kryeministrit, qoftë çdo politikan, ata kur janë në kohë fushate, fjalët e kanë të bukura, fjalët e kanë të mira, neve do na bëjnë zinxhin. Po, Sa të mbaroj fushata, s'do ta di kush se ekzistoj. ke paguar ti për procesin e legalizimit pronës, pra marrjes së certifikatës, ke paguar? O, deri tani mund të ketë vajt 1 milion lek. 1 milion lek. Po deri tani, Pra falas jo, edhe certifikat jo. nuk bët fjalë, po deri tani, për letra, kam paguar deri pa këto të fundit, Po, e kuptoj. kam paguar rreth mbi 1 milion lek. Ajo që ne bëjmë sot, që edhe për certifikatën e pronësisë mbi tokën, gjithë shërbimi është falas. Dhe nuk
jeni më ju që duhet të angazhoni topograf, bëni matje, të shkoni der më der, një letër këtu, një letër atje, një letër tjetër atje, dhe të rrini mbrapa dyreve në radhë me vitet tëra, por është bashkia e cila nga ju ka nevojë vetëm për 2 dokumenta. Një kërkesë dhe atë copën e letrës që ju e keni këtë sipërfaqe toke që nga viti 1991 në bazë të ligjit 7501. Ndërsa, vetëm për këto të fundë, që unë në qërshori kam hedhë dokumentat në hipotek, e kam dosjen atje, aty kam mësuar që tu kemi të bëjmë një bivendosje. Po ku ndodhi bivendosja? Këte nuk, tani, nga, si pas kërkesave të mija. Të rrim pak të lutem, deri dje, kishte bivendosje vlla? Jo. Ke shkuar një hipotek më përpara? Të ka thënë kush ka bivendosje? Jo, s'm ka thënë njeri. Pse nuk t'i dhan letrat? Po është më bukur, jo vetëm që s'm ka thënë njeri, po me qenë se unë njerit ja kisha dhënë me qera, u kërku me do e mos për të vërtetu për tokën, në është e imja nësë është, që të bahesh me noter. Edhe unë kam shku, kam kontratën me noter. E kuptoj që është ajo kontratë që ras. Po, e kam me noter këtu, ku ai noteri nuk e lëshon letrat, se s'është se e njihja unë ose... E kuptoj. Aq më e buka, kur kam marrë topografin Gzim Hazizin, dhe e kam sjell të toka. Dhe, sa do që unë kam thënë, po këtu filloj, që ashtu e mbaja mendat e shenjë tim, jo tha, këtu tha fillon të... Prona jote. Prona jote. Po se ti ke edhe me plan vendosje, plan rilevimi. Plan rilevimi në zyrë, edhe në terren. Unë nuk kam vetëm aktin mi qele certifikatën e pronësisë. Tani si ka mundësi këtë të fundit që ti se ke, e ka kompania tjetër, Salillari. Kjo tani, si pas të dhanave që kam, si pas informacioneve, që pastaj u hodhën në sulm, në vitin 2023 ka njësë procedurën e letrave. Dhe në 2024 ka mërë certifikatën e pronësisë. Ure si e mori, sa i sështë banori kësaj zone? Pjesën që si e mori, sa do që jam interesu të ashekaja në Fierë, sa do që jam interesu në komunë, sa do që jam interesu në qarkë, në bashki, gjithanej, gjithkund të të zdi. Ure Salillari, është fermer këtu apo së është fermer? Jo, asë ka punu në herë ndërmarje bujësore? Asnjëherë. Po si e mori ai? Tani këte e din ata të shtetit. Ka ishpronar këtu kjo tokë? Jo. Nuk ka ishpronar? Ja ku e kemi... Po dhe sigur të ketë ishpronar, nuk kompensohet aty ishpronari ku ka MTP. Kështu thot ligji. E kemi banorin e vjetër këtu. Po. Kush është banori vjetër? Ja ku është Sadushi, që i një më mirë. Po, ata pyes se Sadushin pak, Sadush, a ka mundësi të më shpjegosh, ka pas toka kjo tokë pronar më përpara? Unë jam 72 vjeç sot. Edhe 100. Edhe nuk njoh se të ketë patur pronar tjetër. Qa ka qenë kjo më përpara? Kjo ka qenë tokë e fermës, që kur e shkryu ferma në 67-ën. Jo, para 24-ës, ka pas këtu pronar? Jo, që ka qenë tokë shtet, qa ka qenë? Moçal, qa ka qenë? Moçal, ka qenë Këneta. Këneta ka qenë janë pra pronar të vjetër përjashtohet? Jo, s'ban vaki pronar vjetër, nuk ka këtu. Pasaj unë këto janë toka që janë toka buke. Unë marrë tokën me qerat e ky, zotëria. Edhe punoj e mbjell çdo lloje ashtu bime bujqësore. Çdo gjë, ndash misë, ndash gru. Pra është tokë shumë prodhimtare. Po them është tokë e Levanit, tokë prodhuese janë që në fillim të Levani, që Levani kur është ashtu Kënetën 67-ën, këto toka janë mbjell përgjithsisht to, të gjitha. Ja, këtu janë tokat e Ferrazit. Po. Tani, këto tokat që i kanë ndenjur kështu, ka qenë tokat e lira. Tokat e lira që i ka lënë pandara ata, jo si për kullot. Tani unë jam fshatar këtu. Zdi unë ja të kam blektoria, e blektoria ime shë gjitha jo. Unë i blej tokat, me qera. Për blektori, mos ka një më shtetet e tokat e lira deri sot. Unë i kam blerë. Po të bërë me panelet... Vina i, Salillari nuk e di që nga është, edhe me zapton tokat këtu, se kjo që merë, se kjo që jep kjo shtetë, unë nuk e di. Ore, i thot kam certifikat, thot? Po këtu të ndikjet ajo, kush e ka dhenë certifikatën?
Se u bën 2 certifikata, tu duhet futet spaku. Tamam, futet spaku se. Tu shkoti leja la fosni këta tani të kanë tokën e tyre, mos më duhet në një. E kuptoj. Ashtu di. Jo, po dhe ti ka ose ku ti qesh delet ti se po të edhe mua po izolojnë. Tani unë pse do futem të flas kot. Tani këtu do të futet spaku e merr leta ajo të gjegët. Hem te ky, hem te ku, se ne dy kemi disponibil dokumenta. Tani kush ja dha këtia? Se kjo ka një pse. E më duket se spaku tu po bëjnë një 2 javë aty tek hipoteka më duket. Kështu më than. Ka ardhur spaku këtu? Po, te hipoteka, kështu më than, nuk e di mirë. Ti për ato delet merr në 1 lek subvencion olla. Çfarë lekë thotë kjo? Po ke gjithë ato dele aty. Po kam unë dele, po s'm ka dhënë, më ka marrë vetë, po thoj gjysmat. Gjysma po bëj 2 muaj ka marrë, të tjerë s'kan shpresë as te nafta as te gjë. Pa. Unë kam me qera 200 ashtu hektar toka me qera. Po ti marrë mirë dhe më jam vedi 8 familje. Jam pa tokë. Kam 4 nipër, çunat e çunit. Tani janë shkollë ata. Asnjë ndihmë s'marr për smert djali për ata. E kuptova. Tani ku do vëm, do ushqemi, do marr tokën e Nikollës, do marr tokën atij atenden tjetrit. Po Nikollës ta marrin Nikollës tokën. Po mirë, kam llafi që unë do marr do ushqem. Tani mua mi zërlon fare këtu edhe për dalë, bën xhadin aty. E xhadin legjë nuk e kam bërë, atë e bën me dhe mali. Po. Edhe këto xhadet e parcellave janë me gurë. Të bësh llogari shpencime dhe këtyre në s'më lipse të punë se djerse tjetrit ajo. Po më para u prish se sa ashtu. E kuptoj. Jo ashtu se ajo fondacioni i zhvillimit. Po pra. Shumë e koklavito. Faleminderit për sqarimin. Faleminderit. Tani për ta përmbyllur. Për ta përmbyllur. Po. Unë kam pikë sparë. E di se mi tregove. Po. Që të shojnë. Po. Formulari 6. Kjo është Formulari 6 i marrë nga Këshilli i Qarkut ose atëherë komitet. Kjo është, këto janë familje të gjitha? 14 familje, të 2 bloqe, të këtij bloku dhe bloku tjetër. Pra që i kemi ne këtu prezent. Që e keni prezent. A dhe këto janë familjet? Që është në Vulë një me marrë që në 2003. Kjo është origjinale. Ja ta vim këtu se që ka kuptoj dhe lagen edhe pastaj. Kjo është AMTP-ja. AMTP-ja. Akti marrjes tokës në pronësi. Në pronësi, janë përdorim. Në pronësi. 20 nëntor të 97. Okej. Më intereson ajo E pjesë qartë. e vendimit 7.75 i 93, 2693. mbi bazë këtij vendimi ne jemi trajtuar me tokë. Po, e kuptoj. Mbi bazë këtij ka nxjerr Këshilli i Rrethit, ka nxjerr vendimin e vet për komisionin e ndarjes tokës. Pra ti ke të gjitha dokumentat. Po. Nga ja ke shoja. Ajo që mbetet e pakuptueshme është vetëm ky fakt. Dhe që ti Ka një diçka. Po. Unë paktën. Ky është vërtetimi që unë kam pagu taksat. Po. Deri në vitin 2025 të gjitha taksat. Sado që mund t'jenë falë në vitet ndryshme, unë i kam pagu rregullisht. Shumë bukur. Asgjë nuk më është falë deri në këtë sekond. Shumë bukur. Ja. Vërtetimi i komunës. Po. Që jam pronar. Vërtetim që ka përfituar tokë. Zotria, shumë e qartë edhe kjo. Te kemi shumë qartë. Po. Pra vërtetimi i përfitimit pronës, po kjo çfarë është kjo? Tani, këtu kemi vërtetimin e qarkut. Të marrë për të plotësu dosjen në qershor të këtij viti. Po, për të Qershor korrik. marrë certifikatën e pronësisë. Po, për të marrë certifikatën. Ja, dhe Aty kjo. është vërtetimi që vërteton që është tokë ar. Tokar. Toka Pra ime tokë është- produse. Tokë Tokar. produse. Po. Ky është vërtetimi po nga qarku i shoqëruar me formularin 6. Me 6-ën, po. Që Shumë vërteton e qartë. këte që sa po e tregova në fillim. Po. Që këte e ka nxjerr nga Ore, të gjitha arkiva. institucionet ta vërtetojnë ty, Po. po hipoteka pse s'ta dha atë? Tani, hipoteka ka një ngerç këtu. Me qenë që unë ka marrë në 94, Po. dhe këto kërkojnë certifikatën e 91-shit. Po. Të 91-shit, 1 tetor 91, ose 1 tetor të 92. Po, se të dhonë si u bërë ti Të pronar kur nuk Dhe- të qenë në thënjishit. Pretendojnë sikur ne, me që kemi ardha ne, jemi trajtu me tokë. Po. Atje. Po, është e vërtet. Që unë jam trajtu me tokë dhe disponoj 600 metra tokë.
të cilën e kam refuzuar, kam vërtetimin nga rrethi nga kam marrë, që janë trajtuar me tokë, kam vërtetimin nga ASHK-ja e rrethit atje, që e kam refuzuar, nuk e kam pranuar, nuk kam të regjistruar, sepse s'kam që bëj me 600 metra. E kuptoj. Kështu që në këtë rrethana, unë në vetëm në vend Republik, vetëm këtu kam tokë. Sa që unë kam në një vend tjetër. E shumë e qartë. Çfarë do i thosh kryeministrit, po ta kesh këtu për të bërë një lidhje të shkurtër, për të kuptuar që çfarë po ndodh. Nisur nga situata nga kjo që unë i drejtohem kryeministrit nëpërmjet kësaj. I drejtohem kryeministrit të hulumtoj. Si është përfituar kjo certifikat? Kjo është certifikata që po përmendja unë. Po. Po, kjo është certifikata që ka kompania Salillari. Salillari. Pse e them këtë? Unë kur kam kërkuar statusin juridik të tokës nga ASHK-ja Fierit, A kuptoj. mu më kanë ardhur ca dokumentat të cilat ca i dishifroj, ca si dishifroj dot. A të lutem prit. Këtu që nga pa frut. Po. Dhe Çfarë do thot pa frut? pa frut do thot jo prodhim. Jo. Po si doli kjo me frut dhe pa frut? Tani, për këtë do isha them. Të vërë ekspertët e vetë të qeverisë, kjo toka jonë është me frut apo pa frut, se në momentin që të nxjerrë këtë, që është me frut apo pa frut, automatikisht që kjo është falso. Kjo është kot. Dikush ka bërë. Nëse themi falso derisa ta thot gjykata. Po. Por kjo me frut pa frut? Në lidhje me këtë, unë i kam nis procedurat, i kam bërë gati letrat, unë ditën e martë do t'i kaloj në gjykat, do t'i marrë instancat me radhë. Gjykat penale apo në administrative? Momentalisht në gjykat administrative. Po në gjykat penale, kemi qenë dje në komisariatin e policisë, Po. kemi bërë një kallëzim, Po. ku e kanë marrë përsipër. E ka marrë policia? E ka marrë policia që do ta ndjek në rrugë penale. Po, shumë bukur. Faleminderit. Tani do kaloj te zotria sepse zotria jo mbahe. Zotria më tha mua që kam qenë edhe në polici madje. Po. E ka shoqëruar zotrin. Po, është e vërtetë, e kanë Tani ajo policia që ke bërë ti denoncim këtë e ka shoqëruar në polici. Po pse? Kam qenë këtu kur e ka shoqëruar. Çfarë po ndodha? Ma shpjego pak emrin lutem? Përshëndetje. Përshëndetje. Quhem Sander Muja. Po Sander? Kam ardhur nga Tropoja me familjen 93-shin. 93-shin, po? Kemi qenë 5 pjesëtar të familjes dhe na kanë dhënë 10 dylym tokë. Na kanë trajtuar me 10 dylym nga 2 dylym për pjesëtar. Po? Kemi marrë tokën sipas ligjit dhe rregullave. Pra ti nuk more tokë atje te vendi i origjinës? Nuk morëm, kemi marrë këtu tokë. Pra atje s'ke tokë? Jo, nuk kemi. Kemi marrë. U trajtove këtu tokë? Trajtuam këtu 5 Po? pjesëtar nga 2 dylym. Këto toka këtu i kemi mbjell vit për vit. Pra këtu ku jemi ne është toka jote? Fiks këtu ku jemi neve është toka ime. Si shikon këtë pjesën, këtu është pjesa ime duke u mbushur me çakull. Kur e hodhe këtë çakull? Të çakullin e kanë hedhur të paktën para 20 ditësh e kanë. Pra para 20 ditësh nuk ka pas çakull. Para 20 ditësh kanë qenë vetëm rrugët. Tash i kanë ndërhyrë brenda në tokë. Aha. E kemi paguar taksat vit për vit, Po? me rregull, sipas rregull. E kemi punuar, kemi mbjell grur, misër, jonç. Kemi ushqyer. Sa do pak kemi ushqyer pjesën, kemi mbajtur tokën që na takon neve. E kuptoj. Vi për të punuar tokën, fuz zetorin, marr zetorisën në telefon, i them të lutem, do shkosh të më punosh tokën se nuk jam. Sot do vonohem. Po, vjen zetorisi, futet për të punuar tokën. Në atë moment që më thot mua më sill 2 byrek, sa i smar 2 byrek për të ngrënë bukë, zetorisi ishte lodër, më vjen fugoni policisë. Aha. Më thot përshëndetje, kush jeni ju? Sander Muja. Kush e ka fut zetorin? Unë e kam futur. Çfarë po bëni, po e punoni? Po keni letra? Kam, i them dhe i tregoj letrat. Më thot zotrin ka një certifikat. Dhe do vish tek shefi. Kjo është Kjo është certifikata 619A, që është toka këtu ku jam unë, e zotris. e zotris, e kompanisë Bevi Construction. Shkoj të shefi, Bevi nuk është Salillari këtu këty? është Bevi Construction. Është e Salillarit, kur vendos numrin e NIPT-it del Salillari, sepse është me numër NIPT-i. Po, ju ne shohim edhe mjetet Po, e Salillarit mjetet, këtu? kur vendos dela. Shkoj të shefi, më thot ke një kallëzim nga Bevi Construction nga Salillari, se ti po punon tokën. Po. I them cilën tokë. I tregoj letrat, merr letrat, më bëj një kallëzim, më bëj një shkrim në televizor, Po. që ka dhunuar pronën e tij, kur kjo është prona ime. Kërkojnë dhe shoferin e zetorit, vjen shoferi dhe deklaron, kam 10 vjet që unë punoj me zetor. Kam 10 vjet që kam dalë punë me zetor. Dhe unë tokën e Sandit e di nëpërmjet telefonit. Më thotë ik punon tokën, shkoj vit për vit ja punoj unë. Po. 10 vjet kam pasur tjetrin ose tjetrin. E kuptoj. Këto 10 vjet që punoj ka thënë, ka dhënë dhe zotëria deklaratin. Kam bërë unë kallëzimin, kam shkuar, kam bërë edhe një kallëzim në prokurori për këtë problematikë. Aha.
Shohim institucionet nuk lëvizin, nuk reagojnë, nuk Fare. e kanë marrë shumë qetësisht. Toka ime mbushet, institucionet nuk reagojnë. Kam marrë një vërtetim të komuna, vërtetohet që është toka. Kam sjell komunën këtu. Kam marrë bashkë me komunë, kam bërë foto, kam vërtetuar. Kam pas 4 shenja treguese, kam thënë edhe në televizorë të tjerë. 2 shenja treguese i kanë zhdukur fare. 2 të tjera në fund janë, sepse para 20 vjetësh i kanë bërë betone për të treguar që këtu. Pra ti e ke deri në fund parcelës. Po, në fund janë shenja treguese, po të shkojmë atje janë. E kuptoj. Me rregull me gjithë, kemi bërë kallëzimet, para 3 ditësh shkuam me të gjithë banorë që kemi këtë problematik, bëjmë kallëzim prapë te krimi ekonomik në Fier. Mendojmë do na mbështesi policia, kemi besim, ka akoma njerëz të mirë, janë shumë pak do thosh, po ka akoma ndonjë mirë që do vëri dorën zjarr. Tani çfarë pretendim? Ti më thej që neve pretendojmë që Po? neve gjithë problematika jonë dhe pretendimi jonë është tek hipoteka. Pra, ju mendoni që hipoteka e ka bërë këtë? Ka bërë mbi vendosje mbi pronat tona. Hipoteka na ka tjetërsuar pronën. Neve kemi tokë buke. Hipoteka ka nxjerr tokë jo buke. Qarku e vërteton, komuna e vërteton, të gjitha. Shkojmë në hipotekë, nuk na afrojnë. Do me thënë neve problematikën këtu e kemi me hipotekën. E kuptoj. Kemi bërë kërkesa drejtorisë përgjithshme të hipotekës, të merr me këtë problematikën tonë, të mendojnë të vënë veten, para se të merren me këtë, të vënë veten pozicionin tonë. Po të ishin ata, çfarë mund të bënin? Të vendosin veten dhe të shikojnë, të japin një zgjidhje kësaj. Ta shikojnë mirë si ka dalë kjo, tokë pa frut. Sjell qarkun këtu, sjell komunën këtu, sjell bashkinë këtu, thon tokë me frut, tokë buke. 2 gjëra këtu, ka tjetërsuar pronën dhe na ka hequr. Pronësinë. Pra, ti po thua ka tjetërsuar pronën, ka tjetërsuar dhe statusin e Ka pronës. tjetërsuar pronën dhe statusin e pronës që ka dalë kjo certifikat. Po, kjo është akuzë e rëndë shumë. Prandaj ky është problematik në këtë që shteti duhet të marrë këtë certifikat, të marrë dhe dokumentacionet e gjithë neve dhe t'i verifikojnë në zyrë. Ti ke shkuar te kjo kompania, ke Te folur kjo me ta? kompania neve i kemi folur, kemi takuar, po ata pretendojnë që e kanë blerë. Kujt e ka bler? Nuk tregojnë, jo, privatit, po nuk tregojnë, nuk japin shpjegime. Po ti je privati. Neve kemi po unë jam privati, po e thotë jo, e kam Ka, blerë, thotë. pretendohet që ka dhe një privat tjetër. Privat tjetër. Pra është më, si pasaj logjike i bie tjetë më e thellë akoma, pra kemi edhe një prandaj, palë të tretë. Neve kemi nevojë të ndërhyjnë institucionet shumë të larta. Neve do të arrijmë deri në SPAK me fuqinë tonë, si fshatar që jemi sa të mundemi, do ikim në kem me autobus, do arrijmë deri në SPAK me këto dokumentacione. Pra ju do ta çoni gjithë këto dokumente në SPAK. Po, paraqisim sepse neve jemi ushqyrtu. Nuk mund na marrësh kështu kot. Kompania ju ka kërkuar më herët ta Kompania ka ta kërkuar. blejnë? Kompania na ka kërkuar, na ka takuar, kemi diskutuar në moment që i kemi thënë zotri, ti në qoftë se ti do blije tokë, duhet na blije neve, jo tjerë. Edhe ai ka thënë, unë e kam blerë njërë. Si ke blerë tokën tonë? Tokën time të blesh, nuk është e drejtë. Edhe po e ngjeshin, kanë futur rulin siç e shikoni. Po e shohim rulin, ja. Bëjmë një plan të lutem. Ka 20 ditë. Ka 20 ditë ruli aty që rri. Zotria është punonjës si e Zotria saj. është punonjës si Salillarit. Po s'ka si çdo punonjës tjetër. Si çdo punonjës, mund të isha dhe unë roj aty, s'ka të thotë. Po. Jo, më ti thush punonjësit, s'ka faj punonjësi. Prandaj neve kërkojmë nga shteti, nga institucionet, nga policia, nga drejtoria, nga Ministria e Bujqësisë që të shikojnë, të zgjidhin si u regjistrua kjo pronë. Kur unë kam aktin, kur unë kam formularin, kur unë kam taksat, ky Ke dhe vërtetime nga prefektura, nga gjitha. qarku, nga prefektura, nga gjithë. Ky ku i gjeti këto që dolin me këtë letër? Nuk të bën certifikata pronar. Certifikata është një letër që është e nevojshme, po pronar vesh nga themelet, nuk vesh çatin. Ashtu është. Do kesh aktin, do kesh. Është origjina e pronësisë. 25 vjet paguaj taksat vit për vit. Ty nuk të ka trokitur njeri në këto 25 vite të thotë nuk je pronar. Jo, më përkundrazi, komuna thot, unë kam paguar taksat për 2025-ën, unë tani kam taksat të paguara. Pra deri në fund. Deri në fund 2025. Dhe unë nuk arrita të punoja do tokën ta mbyllja. Sepse erdhi policia më thanë të kërkon pak shefi. Po mirë, pse nuk shkove qarku ti thosh, ti pse I pagova taksat dhe tani unë nuk bëj prodhim. E keni problemin hipotek, më thonë, të gjitha institucionet që shkojnë, po neve na thonë shkoni vetëm hipotek, sepse I qarku nuk ka faj. Qarku ma vërteton. Atëherë, zoti kryeministër, nga do që shkojmë në hipotek shkojmë. Kështu thon banorët. Të gjitha rrugët shkojmë. Tek Neve do jemi drejtuar ASHK-s të Tiranës, drejtorisë të përgjithshme tash. I kemi bërë një kërkesë me emrat e
Po? disa banorëve, jo të gjithëve, Edhe çfarë përgjigje? dhe presin përgjigje nuk reagon. Kur e ke bërë kërkesën? Ka të paktën 10 ditë, asnjë informacion. E kuptoj. Në polici, shkojnë policia thot juve keni ardhur për të kallëzim, po problemi është ai na vjen me certifikat. E kuptoj. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi sepse ndodhe me banorët e fshatit Shtyllas. Por, ne jemi në tokat e Boçovës, sepse janë këto toka që i përkasin këtyre banorëve, sepse këtu i solli shteti. I solli ndërmarrja bujqësore Levan në fillim vitet 90. Pra u pajisën me tokë, si të gjithë shqiptarët me AMTP, por shteti asnjëherë në 35 vite nuk i pajisi me certifikat pronësie. Rikthehemi pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem te kjo tokë, kjo sipërfaqe e madhe toke që ndodhet në mes të Myzeqes. Pra unë këtu ndodhem në mes të ambarit të Shqipërisë. Historikisht kjo tokë ka mbajtur me bukë Shqipërinë. Pra në 45 vitet e monizmit. Edhe në demokraci është një nga tokat më pjellore në Shqipëri, ku fermerët jetojnë mirë nëse e punojnë ata. Çështja është se në këtë tokë, sikur të shikoni, është hedhur zhavor, janë bërë rrugicat, rrugët, sepse kjo tokë është projektuar për të bërë një park fotovoltaik për prodhimin e energjisë përmes diellit. Tani çështja është se kjo tokë ka pronar. Janë të gjithë familjet e Shtyllasit që janë pajisur me tokë në Boçovë. Unë do vazhdoj me banorët e tjerë, një pjesë e kemi intervistuar, pjesën e parë, do vazhdoj me të tjerë. Zotëri si të quajnë? Më quajnë Sulo. Po. Kam shumë shpresa të forta dhe u falenderoj për misardhjen. Faleminderit Dhe juve. besoj që juve do ta sosni deri në fund të çoni amanetin e fëmijëve tanë. Unë fjalën kam. Sepse Fjalën e kam pa lek, pa limit. Tani Por, sepse kjo tokë, po, siç e shikoni dhe vetë, vijat janë të hapura, që thot ai që është tokë kështu. Ajo duket, po ta fotografosh tani, Po, e duket shoh. që janë vija të hapura. Po, çdo gjë e punuar, me kanalizime. me kanalizime, e mbjell, me të gjitha gjërat. e kemi filmuar edhe me dron Aty madje. tash prodhon grur, misër, edhe ti tani për vit edhe hedh gur, mite. Ja, këtë do të thosha unë. Edhe Ti ke prom këtu? A e kam pak më tutje? e kam pak më tej pronën. Te këty kanë ardhur? Do vi, s'kan ardhur sot, do vi nesër. Pra frika qëndron. Edhe frika qëndron, edhe ai që personi që mori një intervistë që tha që Po. ka marrë 200 hektar Po, tokë, po. një ka ta, edhe toka ime, ai e ka edhe ai. Ai e ka. Edhe ai. Nesër mund të vedet e toka ime. Po deri tani nuk ka shenja. Deri tani nuk ka shenja, po Po është në vazhdimsi të këtij rriti? Rruga vazhdon deri afër tokës time. Edhe do vi dhe radha dhe thot ai Se frikshme kjo të kesh tokë. Kështu që Po ti ke dokumentat njësoj si këta? dokumentat e kam. Unë kam edhe tokën e parë në Levan, edhe tokën e dytë. Unë jam vendas Por a vendali. ke certifikati Se pronësie? kjo nuk bëra tokën e parë, Po. e kam me certifikat me gjitha gjërat. Ato ta bën të parë. Atë ma bën sepse kaloi autostrada, thanë kjo do bëhet. Pastaj thanë herën e dytë në fillim na thanë që do bëhet edhe e dyta. E dyta nuk ka thënë, nuk ka vetëm dokumenti që është marrë. Po mirë, more në i lek se të kaloj autostrada? Atë kaloja për skapi, e kam një 30 metra dhe More lek për të? po mora një pak pare një. Po sa ju dhana ma? Sa po të- 3.000 lek metri katror duket. Prandaj që Mirë. kemi Falem- shpresa shumë të forta. Faleminderit. Do ta çojmë fjalën deri në fund. Faleminderit. 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 Të falenderoj një herë për mundimin Faleminderit juve. dhe unë dua të dalë që të mos i përsëritem të njëjtën fjalë. Të gjithë tani të mos bëjmë të pa diturin, se ne jemi moshatar. Të mos bëjmë pa diturin jo kush edhe, si edhe, unë nuk ka edhe vllai tok këtu. Kemi ardhë bashkë këtu, ka marrë. Ai e ka bërë me certifikat. Dha 2 milion lek, njërit aty ja bëri me certifikat pronësi. Pra vllai ka ti s'ke? Po. Pra po dhe këtu në këtë vend Po bësh me këtu, certifikat? po, na i po të them që të më bëjnë pa diturin. Unë kam marrë këtu disa herë, edhe me Sandri ka ardhë, unë kam gjetë këtu zëvendës kryeministre, Belina Balluku. Ka qenë këtu? Po, këtu. Edhe deputetin e zonës, ky Mallakastriot. Këtu ku jemi ne? Po këtu në këto toka. Po ç'a doni këtu? Po kush i dha këto toka? Ata s'kan zbrit në aqyll, ata janë këtu. Ai që i ka marrë këto toka, ai fuqishmi, që thonë tani që më afroni atje se do vim të vrasëm, të pushkatojmë, të... Kush ka thënë kështu më? Po këta ore,
këta të fuqishmit e këtyre. Kanë ardhur kërcënime? Po vinë kërcënime të fuqishmit. Po këta ore firmat që u japën këta. Pse si ka ardhur këtu mendoni ju? Ka ardhur vetaj. Ka pas mbështetje. Ai ka mbështetje qeverin. Që vjen e zë tokat e i bën kripore. Ti shikon këto toka, këto mille. Ne i mjellëm, jongjë. Po jo më shofun që është shishila ajo. Po si nxjerr ai, ku e merr atë fuqi që i nxjerr ai bën kripore? Edhe i bën panela diellore. Kush i bën këto? Vetë një njeri? Pse s'kemi fuqi ne ti bëjmë këto? Ne me gjithë këto letra, me s'di gjë thot përfaqësuesi ish komuna këtu. S'di gjë thot ai, hap gjyq. Po pse do hap gjyq? Ti u paguaj taksat. Ai jo vetëm që më merr tokën, po u do paguaj edhe taksat. Se ai s'ma ka heq tokën. E ka mu tokën. Ai merr taksat nesër. Ja erdhi viti u do paguaj prap taksën. Tokën po ta marrin do paguash taksat? Po si ora ai thotë ke ti? Pronar. Ku jam pronar? Staj do të pronar. Ai s'ma ka heq tokën. Pra, s'te heq po ta merr. Po, më merr taksën, më merr lekët e thotë që të zgjidhen gjyq thotë, se unë do të marr taksën. Si u merr tokat këtu, se ti një herë do pjeç. Vëna si fshatin këtu i duhet kjo toka po si duhet. Po të pyeti njëri ty? Po hiq ore, hiq, as për një kush e Duan ta dinë rrojm apo nuk rrojm në Sa tokat kanë marr? Po 12 dylym, ja këtu e kam. 12 dylym? Këtu, ja këtu. Ja, në kratë. Ti kjo tokë, ja kjo. S'na pyet njeri, na bëjnë si tash të pa ditur, rrojm apo s'rrojm, se përderisa shteti, ki shtet, edhe me 7501, zori një liq që përfitojnë vetëm ata që ishte lindur, po shqiptarët që lind tani ku do vena ai vllai si jep, babai ku do e gjoj, nëna, ku do vej ai edhe pse një shqiptarët, po ku ai s'ka as tok bujqësore, as truall as një gjë se si ka dhënë ligj. Ti po flet për të rinj që nuk kanë lindur në 91-shin. Po s'ka drejt ai me ligj s'merr dot. Se vllai ai që ka përfituar ka që 91-shin i lirë nuk i jep. Ç'është kjo që të vesh të lutesh të bësh letrat me hipotek, po pse do lutem me t'jap 100 miliona lek që ti bëj? Ke tentuar ti bësh? Po si ore, si të them, ku e kam ta jap shembullin faktik. Vllai gjeti një rrugë e i bëri letrat, i mori me hipotek. Ky s'pati lek, s'pati rrugë. Po ç'rën si ka? Këtu duket shikare se ça bëjnë këta. Këta duan t'i marrën frymën dhe këtyre pleqe që kanë met këtu, t'i futën dhe gjallë. Ja vjen tjetëri e bën, shiko se qa bëj. Po si mund ta bësh këto kështu ore? Po pse vetëm korrent do ham ne? Po ishe ti kur e futën këtë hodhën këtë zallin Po këtu? po, kemi ardhur disa, po kush na piet neve? Po këtu s'futej dot dhe sikur po det krije plaku s'të lë të futesh këtu, po det, po të më jetë në lidhje. Po këtu kanë me vetëm hajdut. Por një krye plak të vi. Si futej ti në zonën time? Këtu një mbështetje të kemi të komunës, të krye plakut, të vi, të na mbështesi, të shikojmë pronën, ta mbjell. Na kanë ardhur. Krye plakun jo, nuk na ka ardhur krye plakun. Nuk ka ardhur. Jo, nuk ka ardhur. Nuk janë marrë. Nuk di gjë çfarë bëhet thot. Dhe të gjithë na distancojnë dhe thonë vetëm tek hipoteka. Atje është tër problemi. Të gjithë na distancojnë. Na thonë ke letër nga ne, okay, po, këtu, po, te qarku, po. Vetëm neve kemi gjithë largojnë përgjegjësi nga vetja dhe gjithë përgjegjësinë ja hedhin ata, ja hedhin hipotekës. Dhe neve ja hedhim hipotekën sepse këtu ka bërë vendosi hipoteka në pronat tona. Tani, kush e Se ka bërë pa urdhër Sandri, hipoteka. E ka bërë me urdhër. Jam pro urdhit, ka pas mbështetje të gjithë andej, po firmë ka hedhur hipoteka dhe ata thonë shkon te firma. Ai ka pat një urdhër. Ore, kush administron territorin? Administron bashkia? Komuna, po komuna bashkia. Komuna, po qarku. tani komuna Po. nuk duhet administroj vetëm letra, duhet administroj territorin. Komuna Se s'ka ardhur komuna ti thot ti zotëris si ka mundsi ti i ka çuar letër komuna zotëris, edhe nuk i kthejnë përgjigje zotëria. Pra edhe komuna e mbyll atë. Edhe komuna e mbyll. Nuk më erdhi përgjigje, unë kam thënë nuk të erdhi përgjigje, po hajde më mbështesi. Të punoj tokën ta mbjell, se të kam dhënë taksat. Hajde më mbështet. Mbase s'ta çon për 20 vjet shkresën ato. Hajde më mbështet, nuk na kanë ardhur, na mbështesin sepse nuk kemi fuqi plot. Po në gjyq nesër do. Shkoni në gjyq thot. Po në gjyq i sjell prokuroria ata, si çojmë dot neve. I thret prokuroria vjen. Do vin palë me ju në kuptimin t'ju mbështesin. No, nuk. Po jo se ka firmos te. Jo. Ata kanë marrë firmën këtu. Ai pa firmën të këtyre. Nuk e bën dot atë. Hipotekë. Pra ti po thua që i njëjti që ka firmos letrat për ju është i njëjti që ka firmos dhe për këtë? Si do e bëj? Si do e marrin ndryshe?
Sik, Ligjërisht, logjika po sik. se është marrë në komunë, Po? ligjërisht, po su morë në komunë, nuk ka mundësi Jo mos se ka ndodhur që i ka bërë hipoteka të pastra mbi vendosje. Letra false mund bësh si dush. Po, për me ligjërisht, duhet merret në komunë, komuna e nis Ja, për cilë. Ore, ligjërisht fillon nga kryeplaku. Kryeplaku ja çon njësisë administrative, njësi administrative bashkisë madhe. Kurse ne pyesim kryeplak s'di. Pyesim kryetarin e njësisë Po, s'di. vendore, s'di. Pyesim në bashki, s'dim. Pyesim në qark, s'dim. Prefekturë s'din, Prefektur. Të gjitha këto institucione S'kam që djeni. po i marr, këto thonë nuk dim. Shkojmë ne, kërkojmë letra. Po. Letra të Po, cilat na i po. kërkojnë ASHK-ja. Po. Ne i marrim letrat të rregullta, çdo gjë me rregull. Unë se si funksionon tani ky shtet, unë këtë se kuptoj. Pse? Mund ka ba një pasaportizim në Levan. po, Buk, me ka pajis me tokën në Levan. po, Kam edhe një listë, kam një listë ku janë të gjitha ato familjet që janë trajtu me tokë etj. po, Me ka shnu në një blok që e ke filmu, që tash po, libri po, i po, tatit. po, po, po. Dhe, Listën. por çdo vit, në qoftë se unë e kaloj vitin, unë e paguj me kamat vanes, Taksën. taksën. Që unë jam i detyruar, për lejen herë që nuk të bën kush asnjë lloj shërbimi, kërkun, fjala e parë thot, ke pagu taksat, pra që ne, si pas kësaj sa gjikoj, unë s'kam shumë, po një 22 vjetë mësuesi kam, dy palë të rumë kanë met, se më së në shterë. Jo tje mashallah. Po, tani, unë di që funksionon nga njësia vendore, në bashki, në prefektur, në qeveri. Kur vjen fundi, këta institucionet të i na japin gjitha letrat, në qeveri, se di që se këthën kush përgjigje, shkruj sa të dush, ndashtë i Albania, ndashtë nga të dush kërkoje, nuk të këthën kush përgjigje, bëjnë heshtje. Unë për këte problem, unë jam drejtu, gjeta një numër telefoni, jam drejtu minister, zëvenskëve ministres, dhe s'm ka këthy përgjigje. Ballukut. Ballukut. Balluku ka hallë të tjera tani. Jo, ishte nuk ishin dalë teoria hallave, se s'kishte dalë halli. Pavarësisht se ne i kuptonim, pavarësisht që i kuptonim, po i kam shkruajtur. I kam bërë mesazhin një flet format. Një javë nga na në telefon, mu fshi mesazhi, prit përgjigje, s'ka. Kurse unë nuk i kam bërë, Ministrisë Bujqësisë, unë tani nuk i kam bërë, që me thanë, s'më më them që i kam bërë. A e kupta, e kam shumë Ja, qartë. kam bërë. Faleminderit. I Po ke ja, bërë? ja ka bërë shoku. Çfarë than? Pres përgjigje. A pret Pres përgjigje. përgjigje, kam bërë unë kërkesën. Ne, dhe pres kuptoj. përgjigje. Si pret përgjigje, kush do të vije para aty se Kush do ty? vije para, unë kam bërë disa kërkesa, unë kam bërë me 10 kërkesa, nuk po shoh një dritë jeshile nga një institucion. Tani kryeministri ka bërë një portal quhet E kam shkruar. Bashqeverisjen. Po, Ha? po, e kam shkruar te Çfarë i ke shkruar? E kam shkruar tek Bashqeverisja problematikën, ja kam Po? deleguar, ja kam shkruar, Po? ja kam përcjell me i Albanien dhe nuk kam marrë akoma asnjë përgjigje. Ky mekanizëm mund të bëhet një fshes e hekur për t'i pastruar parazitët dhe grabitqarët shumë më shpejt se sa çdo mekanizëm tjetër. Ky mekanizëm mund të bëhet të merri i çdo kujt që në një zyrë shteti në një sportel është mësuar të shikoj qytetarët nga xhepi, njerëzit e zakonshëm, duhet të raportojnë. Përmes këtij mekanizmi ne do japim mundësinë njerëzve të zakonshëm, antarëve të koalicionit që të thrasin në interpellancë kryeministrin, zëvendës kryeministren, ministrat, njësoj siç e bëjnë këtë gjë deputetët. I kam shkruar te portali dhe nuk kam marrë akoma Okej. asnjë përgjigje. Tani kryeministrin e zëm se e ke kaq afër. Ku është kamera? Çfarë do i thuash po ti ishte këtu? Po t'ishte këtu do t'i luteshim kryeministit të vinte dorën në këtë problematik, të dërgonte ca njerëz përfaqësues që i ka në krah të vetin që ta verifikonte me themel këtë problematikën tonë dhe ta kuptonte që neve jemi disa burra këtu dhe gra që nuk dalim kot, po kemi një të drejtë Qartë. që na takon. Tani parqet fotovoltaike kanë marrë firmën e kryeministrit, sepse janë investime madhore që bëhen vetëm me
miratimin e KKT-s. Tani ti lutesh kryeministrit për një dokument që ai e ka në sirtar? Po që ta shurtoj më mirë, mbase ai e ka hedhur një firmë, si thahet, jo, unë vetëm firmos të fund. Po ta hapi njërë të faqe që ai thot vetëm firmos, ta shurtoj njërë, unë kam hedhur një firmë të thoj. Këta në 2024 neve nuk na kanë ardhur, ne kemi punuar, e kemi mbjell, këta e kanë pas certifikatën në xhep dhe se kanë shfaqur. Në 2025-ën në sezon të verës ta kanë nxjerrë certifikatën dhe e kanë shfaqur. E mbani një vit të futur në xhep certifikatën nuk e kanë shfaqur. Derisa mbaruan votimet, këta nuk kanë dalë. Moment që mbaruan votimet, kjo tregon që jemi okay me këtë. Nxjerreni tash dhe vazhdo. Të dëgjojmë zonjat mirë, ti dëgjoj zërin zonjave. Zonjë, si të quaj? Përshëndetje, Prena Geci më quajnë, edhe po një me problematikën e këtyre personave që kanë fituar tokën me ligjin 7501. Është shumë shqetësuese ky problem, sepse këta ka vite që e shfrytëzojnë këtë tokë, po të vinë një firmë, po thamë në thojza fantasm, edhe të marrin salillari, po fantasm pe quaj përderisa kanë vendosur një plan, për shembull që kanë me certifikat pronësie dhe kanë vendosur mi certifikat pronësie përsëri. Edhe dalin pronar këta, nuk janë pronar këta, po të dalin një dytë. E ke parasysh? Edhe shteti duhet të hyjë më një herë, sepse siç tha Ria Zëvendës kryeministrja Belina Balluku pas ka qenë këtu. Ajo duhet ishte qenë për me zgjidh problemin, jo për me fut firma që të bëjnë panela diellore, sepse këta me këtë tokë ushqehen. Prandaj duhet të ndërhyjnë shteti më një herë. Në qartë. Faleminderit. Faleminderit. Ti zoti hallit. Më jepi mikrofonin. Gjin. Sa vjeç je? Jam Mashallah. Me çfarë jeton? Si e ndërton jetën? Si e ndërton jetën? Unë quhem Gjini, vi në Veriu. Kam ardhur këtu në vitin 94. 94. Edhe sipas venimit të Këshillit të Ministrave, tokat që nuk kam. Na pa isën me tokë këtu. Edhe morën nga 2 dilim për frim, 8 veta 16 dilim tokë. Po sikur thot një njeri pse s'ishit 91-shit si e morën tokën, ekzistonte kjo mundësi që Kemi vendimin e Këshillit të Ministrave. A dorë një vendim. Është nxjerr vegameja, Ka nxjerr vegameja, plotësues që këto familje që kanë lëvizur mbas 91-shit, kanë lëvizur 93-shin, në qoftë se ka pasur gjendje tokë komuna, ta jepte me vendim të qeverisë. Ka pasur vendim. Edhe erdhëm këtu. Na dhanë të tokën ta. Po. U kënaqem me mendet tona, faleminderit, dirim tokë për frymë janë plot hajde. Edhe mbollëm me tokën, vit për vit, paguam taksat sipas dispozitave ligjore në komunë. Me këtë ke jetuar me tokë? Po me çfarë jetim? Erdhi puna. Në 21-shin kam tentuar për ta bërë me letra. Kështu letra i kam siç kanë ta, unë po flas për ta bërë me certifikat. Po. Dhe për 5 ditë japim farmacial. Shëshoj atje më jep çfarë kartën e identitetit, jep kartën e identitetit, thoshte mu në rregull. Janë më vonë do vish. Janë procedurë për të pajisur. Janë procedurë, dakor, janë procedurë. Për cilin? Po është me fjalë të mira për cilin, pas llafsh ba drejt. Erdhi puna si vjet tani në Qeshor. Në Qeshor 23 nuk e di mirë datën, nuk e di mirë datën, 21 apo 23. Qeshor erdhen ata këtu dhe më bën njërin telefon po më gjin han po më thotë ka zaptun tokën e salillari thotë po punon. Kure? Thotë që edhe erdhëm ata me Nikollën, se e kam fshatar atë. Erdhëm bashkë me këtë. Ishte një oficer policie, Sandri. Ishte një 3-4 veta ata këtu, nuk di sa ishin ata, ishin sa punëtorë që punonin me këta mjetet e rënda. Po punëtori policisë çdonte këtu apo mbështeste kompanisë? Ishte më vetë. Erdhi këtu ai. Kush jeni juve? I thamë, jemi filani. Po pse keni ardhur? Kështu. Tha, Mishës na vin tani, na buzin gjitha furgon. Hajde me neve thënë. Edhe vajtëm thjerë. Bëjmë një dërancim, apo ja sotën, bëjmë një dërancim atje. Tani për tani tha i ndaluam, tha, punimin, tani për tani. Por të drejtë tha ka kizotria, tha se ka certifikat, jo, si në certifikat. Në ka tha kështu po jo? Po, për kompaninë të drejtë kanë këta, sepse këta me certifikat pronësie tha ki. Jo veni pa certifikat. Ti ke me vegamë. Shkonin gjyq që në gjykat, në prokurori, që prokuroria të vendosi. Pra dalim tek ajo që ka thënë kryeministri, kush nuk ka certifikat, po ka gjithë dokumenta, po s'ka certifikat, i bie tokë shtet, sipas asaj logjike. Tani sipas mendimit tim, se unë nuk kam shkollë, nuk janë pa fajta se ajo
Si ka mos, kush e vuri vula sa certifikat pronësisë. Po ka emër aty. Këtu drejtori thot Ertis Sheu, Po mirë, po ja. Kristi Kurti dhe Odeta Muja, ka dhe mbi emrin tim, Muja. Ka pas ka bërë. Ka bërë imi. Jo ti. Pra tatër individ duhet parë. Pa vurtë atyre s'ka dalja. Ka, do më dhenë, kanë emrat poshtë ata që kanë lëshuar certifikatën. Jo, i kam unë. Do t'i filmojmë pastaj pak më brava. Dhe qytetërisht në 2400 dalë ka certifikata pronësisë. Unë kam 30 vjetë që përkujtash, unë dhe këta gjithë tjërë. 30 vjetë përkujtash, dhe më thënë 28 vjetë. Po, edhe nuk e zorë dot. Edhe nuk e kam marrë dot. 3 herë kam tentuar, i kam quar letrat të tjemë, thoshtë mu, keme ngu këta, keme ngu ata. I thëma se qupë, sa të zhiro juridike. I thëma më qupë, më bje gjatë, thëma nuk kam shkollë, po. Më jepi qikë, thëma Berqi, afro pak lutem. Çfarë letër kam me ngu? Dhe mu këta ke gjagjë me ngu. E shu erdha vora, pra të dhe qova. I thëma, hapi që hapi dosin, e pas e dërzuar herë e parë, thëma, ku i kam dërzuar originale tëra, më sëmë me tjetër, ku ta marrë? Edhe thjesht të mbante vartë. Po pse s'më e ka marrë me firmë, e ka marrë me certifikat pronësie, po thoshte, më sjell letër se ke sjell me ngu letër tim. Ku ta marrë letër unë? Unë nuk e vërdoj. Ta kam dorëzuar. Unë e kam dorëzuar. E kam shumë qartë gjithë tablon. Pra dhe me thënë, nuk është pa faj Tani hipoteka, se hipoteka ka me vullë asaj. Edhe mund na kishin ardhur po t'ishin dash për të bërë një lloj, sepse ne jemi këtu, te toka që ata kanë shtruar, se ne me që fal. toka juaj, po që ata e kanë dhe me ata me certifikat, e juaj edhe atyre, se kështu i bie tani. Po, jemi 2 pronar tani. Pra 2, se mos bëni 3 herë. Tani mo më vjen ti zotëri me vjen na këtu se ne jemi trajtuar vetëm një tokë, se s'kemi tokë 2 as 3 assollisht, neve që kemi marrë në veriu. Tani si që ka mundur? Ne kemi një tokë, te kemi mbjellur, ose e kemi dhënë me qira, kemi marrë parat. Do të thënë që e kemi punuar vit për vit. Ai që ka 2 toka, ka 3 toka, 3 kategori toka, ka ullish, ka terren skemi vetëm te kemi. Edhe këtë para marrin tani dhe na Çfarë do marrë. bësh? Na mbyshin ditë që ata 97, 98 atëherë që u mbytën në Zonë, na çojë, se shteti aty na çojë tek neve. Tok skemi. Ne këtë që patë më morëm, na morën ata, dhe tok shteti e paguajmë se jemi Toka skemi. toka skemi ku do hushim. Ja. Pra ti s'ke më asnjë mundësi tjetër Kam për tjetër, jetën. ç'a do bëj? Ç'a do bëj? S'kam ç'a bëj. S'kam ç'a bëj, ç'a do bëj? Fshatar pa tokë. S'kam ç'a bëj. Ku do vetë? Ku do mbytëm, ha? Më thuaj. Ku do vetëm? Vetë ma dha tokën, edhe ai thotë nuk e di se bërë për ti. Ti ma morë prapë, se kush më bëri mua? Shumë e dhimbshme. Kjo është drama shqiptare, po e di si ka thënë, për 2 vitet e para, brenda 2 viteve ka thënë kryeministri, do t'u pajis me legalizimin e tokës, duke argumentuar në 2013. Në 2013. Dhe zotimi është që brenda 2 viteve të para të mandatit ne do të mbyllim përfundimisht reformën 20 e kusur vjeçare të hapur e të pambyllur të tokës dhe do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën çdo familje fermere që jeton me tokën, punon tokën, rropatet për të nxjerrë prodhimin nga toka dhe ka 20 e ca vite në hava. Ku ka nxjerrë një ligj që thot 20 vjet në qoftë se ti ke një tokë paguan taksat, se ke me letra me që po ke 20 vjet që paguan taksat, automatikisht kalon pronar. Ne kemi 25, 30 me letrat gjitha, me taksat gjitha dhe s'po bëmi dot. Po më e tha këtu ka qenë, ç'është një panel diellor këtu që është bërë këtu në Zallishte këtu, në fund fare, ku është ai? Këtu Ka afër gjithandej. zonës tuaj. Por janë disa gjëra që duhen pasur parasysh edhe disa nuk e kanë parasysh. E para që ne nuk mund do të në asnjë mënyrë që të lëshojmë terrene prodhuese bujqësore për të bërë për të vendosur panele. Këtë mund ta bëjmë sipas kushteve të caktuara vetëm për agrosolare. Pra për të pasur tokën që vazhdon prodhon dhe ndërkohë prodhon dhe energji, që do ishte një vlerë e shtruar, dhe të ta bëjmë vetëm në ato raste kur sipas përcaktimeve të sakta që po bëhen tani, niveli i shpellorisë, i prodhueshmërisë, i bonitetit të tokës të jetë nën atë të dëshiruarin
për prodhimin intensiv bujqësor. Po mos na i bëjnë 3 katë që këtene, e na lën prapë planan katë parë. Po do të na qenë zhavorin, se na kanë edhur. Faleminderit. Një fjalë të fundit, nëse ke, të fundit fare. Të faleminderit për jush që erdhët, na dëgjoni zërin, na dëgjoni problematikën dhe besojmë që do na dëgjojnë dhe institucionet dhe Po s'dëgjuan? presim po s'dëgjuan tash. Ne presim në dritë jeshile, dritat ku që i kemi pasur gjithandej, presim një jeshile. Në të kundërt, neve siç jemi të gjithë, do shkojmë do bëjmë glevurie pranë institucionit që ka nxjerrë këtë certifikat, pranë ASHK-s, për këtë certifikat që ka dalë mbi pronat tona. Ju faleminderit. Zoti kryeministër, folën qartë troç banorët që këto toka i kanë po nga shteti. Ky shtet shqiptar që i dha, ky shtet shqiptar po i merr. Tani, pyetja është, ato baktit, a duhet ushqehen ato që janë nga pas dhe që po t'i shfaqim tani? Ja, t'i shfaqim baktit. Ja ku janë baktit. Gjithë fusha me bakti. Me qoftë se do mbushen me panele këto fusha, ku do janë këto bakti? Nuk kemi ardhur këtu, as për të thënë se kush është pronari i vërtet, dhe as për të bërë gjykatësin. Por, këto janë 2 pronar. Gjeti, ky është pronari 97-ës, që ja ke dhënë ti, dhe ky është pronari 2024 Salillari, që ja ke dhënë po ti. Nëse nuk do që këta njerëz të konfliktohen me zotrin që është pronari i atij eskavatorit, vërdor. Në të kundërt, priti gjëmën. Ky është emisioni miq nga Boçova. Emisioni rrallës do të jetë në një tjetër vend të Shqipërisë, ku ka njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, njerëz me halle, që duan të flasin e duan që zëri tyre të dëgjohet. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.